Zoti komandant i përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, efektivat pjesëmarrëse, me rastin e 25 vjetorit të partneritetit me Gardën Kombëtare të New Jersey. Ju përshëndes. Lizëm, siguri dhe mbi të gjitha. Këtu se kam hasëm duan për rrecën tonë. Strategjik në fushën e mbrojtjes e në punë konkrete. Për Shqipërinë, partneriteti strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës është një nga gurët themelor të politikës sonë të jashtme, të sigurisë dhe të mbrojtjes. Ka qenë një marrëdhënie besimi, profesionalizmi dhe solidariteti. Përmes trajnimeve, edukimit ushtarak, mbështetjes teknike, stërvitjeve të përbashkëta dhe angazhimeve operacionale, ky partneritet ka ndihmuar që forcat tona të armatosura të afrohen gjithnjë më shumë me standardet më të mira të NATO-s. Sot, forcat e armatosura të Shqipërisë janë më profesionale, më të ndërveprueshme dhe më të përgatitura për të përmbushur detyrimet e tyre kombëtare dhe aleate. Shqipëria ka shumë për të ofruar dhe shumë për të ndërtuar së bashku me partnerët e saj amerikanë. Infrastruktura strategjike, kapacitetet mbrojtëse, baza ajrore taktike e Kuçovës, porti i Porto Romanos, projektet në fushën e transportit dhe korridoret rajonale të ndërlidhjes janë pjesë e një vizioni më të gjerë, një vizioni të një Shqipërie më të fortë, më të sigurt dhe më të dobishme për aleancën. Në këtë kohë krizash dhe pasigurisht, siguria është më parësore se kurrë. Për Shqipërinë, NATO duhet mbetet e fortë, aktive dhe e bashkuar, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës mbeten partneri ynë strategjik. Shqipëria ka bërë zgjedhjen e saj strategjike. Ajo qëndron me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo qëndron me NATO-n dhe me botën demokratike. Dhe nëse dikush kërkon të gjejë një vend pro-amerikan në rajonin tonë, do ta gjejë gjithmonë në Shqipëri, në Kosovë dhe kudo ku ka shqiptar. Ne ishim me Shtetet Bashkuara të Amerikës në koalicionin antiterror. Jemi edhe sot me Shtetet Bashkuara të Amerikës në nismën e samitit për paqe. Le të jetë ky 25 vjetor jo vetëm një kremtim i së shkurës, por edhe një zotim për të ardhmen. Një zotim për më shumë bashkëpunim, një zotim për më shumë siguri, një zotim për një aleancë edhe më të fortë mes Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. General Meis, faleminderit shumë që jeni sot këtu. Ne shqiptarët kemi një thënie që shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Ju jeni në shtëpinë tuaj dhe mirë se keni ardhur. Ambasador, faleminderit shumë për forcimin e këtij bashkëpunimi të jashtëzakonshëm midis dy vendeve tona. Cooperation possible. As we look ahead, we do so. And that promise has been kept. New Jersey's Një prioritet i dorës parë për Shqipërinë, për Ballkan. Both nations and increase public safety for all. All represent the future. Today, Janë më shumë siguri për vendin tonë dhe janë vlerë e shtuar për NATO-n.